Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim më tepër për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të folur për rubrikat tona si lajmet e javës, personazhet e njohur, histori të ndryshme në lidhje me teknologjinë, gjithashtu do të kemi dhe një të ftuar shumë special. Pa humbur kohë, le të nisim me lajmet e javës. Rritja e frikës së tregut ndaj inteligjencës artificiale dhe ndikimi në sektor të rinj. Investitorët në bursë po zhvendosin fokusin e tyre mbi inteligjencën artificiale, që tashmë po ndikon jo vetëm në teknologji, por edhe në sektor si logjistika dhe transporti. Kjo frikë e inteligjencës artificiale, ose me termin në anglisht AI scare trade, ka bërë që indekset kryesore të teknologjisë të bien, ndërkohë që kompani të tilla si Cloudflare, TSMC dhe Applied Materials shënuan lëvizje të mëdha me aksionet e tyre. Trendet kryesore teknologjike për vitin 2026. Analistët identifikojnë 20 trende që do të formosojnë teknologjinë, nga inteligjenca artificiale autonome deri tek qeverisja e inteligjencës artificiale, si dhe ndërfaqen brain computer që po afrohen me aplikime praktike. Këto janë tendencat që do të ndikojnë në tregjet globale dhe zhvillimin e produktit gjatë vitit 2026. Pajisjet e reja konsumatore dhe audio. Sony zbulon kufje të reja me Active Noise Cancellation të përmirësuar. Modeli WF-1000X-M6 sjell përmirësime të zërit dhe anulimin e zhurmës, duke u bërë kështu një opsion kryesor për entuziastët e audios. AirTags të gjeneratës së dytë nga Apple kanë përmirësime në gamë dhe funksionalitete me Apple Watch. Rritja e kërkesës për energji të pastër për infrastruktura të inteligjencës artificiale. Kompanitë e mëdha teknologjike si Microsoft nisin strategji të reja për të furnizuar qendrat e tyre të dhënave me energji të rinovueshme dhe jo vetëm. Kjo është pjesë e një zhvendosjeje më të gjerë në industrinë e teknologjisë, ku siguria e furnizimit me energji dhe qëndrueshmëria janë bërë kritike për operacionet e AI. EV me bateri të reja, alternative ndaj litiumit. Kinem Chang'an nga Kina prezanton EV me bateri sodium-ion, të cilat synojnë që të jenë më të sigurta, më të lira dhe më rezistente ndaj temperaturave të ulta për automjetet elektrike. Kjo është një nga lëvizjet më interesante në sektorin e mobilitetit elektrik. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me një të ftuar shumë special. Na ndiqni. Të rinjtë gjithmonë më shumë e shprehin pasionin e tyre për teknologjinë në një botë ku ajo është bërë pandashme. Dhe për të folur pikërisht për eksperiencën e tij në këtë botë me një teknologji kaq të zhvilluar, kemi të ftuar Rigersi Spahi. Përshëndetje Rigersi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Pa humbur kohën, dua të drejtoj një pyetje. Si lindi pasioni juaj për teknologjinë dhe cilat ishin krijimet e tua të para? Atëherë, pasioni im për teknologjinë ka lindur që kur unë kam qenë i vogël, mbaj mend nga klasa e 4 e 5, kur unë kam kryer krijimet e mia të para, të cilat kanë qenë disa dizajne të thjeshta në Canva apo disa video me animacione të cilat unë i kryeja në kuadër të shkollës dhe profesorja e fillores na udhëhiqte dhe mbaj mend që pasioni u zhvillua akoma më shumë dhe unë fillova të bëj disa video tutorial për në YouTube për përdoruesit e ndryshëm, gjëra të thjeshta si për shembull si mund të hyjnë apo të dalin nga një rrjet social apo si të ndrojnë passwordin dhe gjëra të tilla. Rigers, çfarë të tërheq më shumë nga teknologjia? Atëherë, mua teknologjia më tërheq në përgjithësi, por në veçanti më tërheqin zhvillimet e fundit dhe gjithashtu inteligjenca artificiale që ka marrë një hovë kohët e fundit. Inteligjenca artificiale po nxjerr akoma dhe më shumë po avancon duke nxjerr çdo ditë website apo produkte të reja të ndryshme, të cilat ju vijnë në ndihmë përdoruesve për të krijuar produkte të cilat ju vinë në ndihmë njerëzve në jetën e përditshme. Çfarë mendimi ke lidhur me inteligjencën artificiale, se po vemre që po përdoret edhe nga njerëz shumë që ndoshta nuk kanë ndaj shumë pasion teknologjinë, por që arrin ta përdorin dhe ndoshta nuk e përdorin dhe në mënyrën e duhur?
Atëherë, që të përdorësh inteligjencën artificiale, si fillim duhet të dish ku do e përdorësh dhe si do e përdorësh. Po. Pra, duhet të nisesh për një qëllim të mirë që ta përdorësh dhe siç për shembull siç është fusha e edukimit ose fusha e në jetën e përditshme, por nuk duhet përdorur në masë të madhe sepse Po. nuk nxit mendim kritik sipas meje dhe na bën dembel në pjesën e Po, na ka bërë deri Na ka diku. por në qoftë se përdoret siç duhet për projektet shkollore apo për punë të ndryshme që njerëzve ju i nevojiten në jetën e përditshme, atëherë është shumë në rregull ta përdorim në mënyrën më të mirë të mundshme. A ke ndjekur trajnime për sa i përket teknologjisë ose kurse? Atëherë, unë kam ndjekur shumë trajnime dhe shumë kurse për sa i përket botës së teknologjisë, ku do të përmend disa prej tyre, sepse po të filloj janë. Dhe gjithashtu çfarë ke mësuar prej tyre, duke qenë se ti po i përmend? Atëherë, trajnimi që unë kam ndjekur dhe që ka lënë impaktin më të madh dhe më të lartë ka qenë një bootcamp ku unë kam marrë pjesë për 3 vite rresht, i zhvilluar nga Korç ICT Academy dhe Code for Albania në biblioteka e qytetit, i cili zhvilloi për 2 javë në qytetin e Korçës në muajin korrik. Aty ne kemi mësuar për 2 fusha të ndryshme, të cilat janë design thinking dhe programim. Vitin e parë jemi marrë me gjuhën e programimit Python, ku kemi krijuar lojra, ndërsa vitin e dytë dhe të tretë ne jemi marrë me pjesën e programimit në React Native, ku kemi krijuar aplikacione mobile për përdorues të ndryshëm apo aplikacion web që na vinë në ndihmë në jetën e përditshme. Këto trajnime ky trajnim ja ka vlejtur jashtë mase sepse më ka bërë mua të zot në fushën e programimit, por edhe në fushën e design thinking, i cili ka të bëjë me të menduarit kritik dhe se si ne mund të krijojmë një prototip aplikacioni në platformën Figma dhe më pas ta ndërthurim atë në pjesën e programimit. Gjithashtu kam marrë pjesë në webinare të ndryshme, siç janë webinaret që organizonte organizata SDA by Protic, të cilat kishin të bënin me pjesën e programimit në JavaScript. Kam ndjekur trajnime në platforma të ndryshme online siç janë Make by Microbit, Wakelet, Coding for Climate dhe shumë të tjera. Ke krijuar ndonjë produkt të ndin, domethënë në bazë të këtyre dhe trajnimeve që ke marrë dhe kështu të nxjerrësh diçka që e ke thënë dhe ne ke krijuar ti në lidhje me teknologjinë? Kam krijuar shumë punime të mia. E fundit që kam krijuar ka qenë një aplikacion në kuadër të festivalit të shkencës që zhvilloi me gjimnazet në të gjithë Shqipërinë. Aty kam krijuar një aplikacion me gjuhën React Native, të cilën e kisha mësuar nga kampi që kam qenë 3 vite dhe ja ka vlejtur sepse në fund fare unë nxora një produkt final, një aplikacion web i cili është i aksesueshëm nga të gjithë përdoruesit. Është akoma edhe sot Po, është akoma edhe sot i aksesueshëm në platformën Play Store dhe App Store. Po, ke marrë pjesë në konkurse teknologjie dhe ndoshta mund të kesh fituar edhe ndonjë çmim, çfarë çmimi ke marrë? Atëherë unë kam marrë pjesë në disa konkurse teknologjie, le të themi, i pari që kam qenë dhe kam marrë pjesë ka qenë para disa vitesh, ishte online në platforma Canva apo kompania Canva organizonte një konkurs që të vlerësonte përdoruesit e platformës së saj se sa të aftë janë në përdorimin dhe menaxhimin e kësaj platforme. Mua më doli rastësisht, mendova të marr pjesë dhe ata më vlerësuan për ato çka unë bëra, që ishin pikat kyçe të këtij konkursi dhe u vlerësova me çmimin e parë me titullin pioner në këtë platformë për mënyrën dhe vetë faktin se si unë e përdor këtë platformë dhe për faktin se si unë jam i aftë të krijoj gjëra që më nevojiten çdo ditë në këtë platformë, në platformën Canva. Një eksperiencë e dytë ka qenë pjesëmarrja në konkursin që organizohej nga Banka e Shqipërisë në kuadër të javës së paras, që organizohet çdo vit me temë ndihmë me mençuri, begati në ardhmëri, ku aty un kam krijuar një fotomontazh apo një meme, le të themi, me anë të inteligjencës artificiale, ku më pas e kam edituar dhe kam implementuar dhe në Canva dhe ku aty kam fituar çmimin e parë. Shumë sukses, se kjo është vërtet arritje. Shumë faleminderit. Në çfarë projektesh të tjera ke marrë pjesë?
Atëherë, unë kam marrë pjesë edhe në projekte të shumta ndërkurrikulare, ku këtu dua të ndalem pak, kur kam qenë në shkollën 9 vjeçare Pandelicale, së bashku me nëndrejtoreshën e kësaj shkolle, para 3 vitesh mos gaboj, kemi implementuar një platformë apo kemi bërë pjesë shkollën në një rjet apo në një platformë le të themi, e cila quhet e-twinning. Atëherë, kjo platformë konsiston në binjakëzimin apo në bashkëpunimin e shkollave evropiane midis tyre brenda kësaj platforme. Ne kemi implementuar këtë në shkollën tonë, në shkollën ku kam qenë, ku kam kryer 9 vjeçare, dhe ka qenë mjaft e suksesshme, kemi kryer mjaft projekte, ku ndërto mund të përmend që unë kam qenë pjesë në projekte të shumta si historie, gjeografie, riciklimi, teknologjie, por dua të ndalem në 2 më kryesore, të cilat mua më kanë përgatitur më së shumti. Ato janë Stream AI, e cila konsistonte në krijimin dhe menaxhimin e pajisjeve Arduino, të cilat kanë të bëjnë me robotikën, dhe gjithashtu me inteligjencën artificiale, se si ne mund ta përdorim inteligjencën artificiale në jetën e përditshme. Një projekt i dytë që mua më ka lënë bresa ka qenë se si mediat sociale dhe inovacioni i teknologjisë ndikon në të mësuar, ku si produkt final ne kemi krijuar një hartë mendimi le të themi, e cila nëpërmjet web to tools atë quhen këto që ne përdornim, ne kemi krijuar një debat apo një hartë mendimi ku ne jepnim mendimet tona se si teknologjia apo rrjetet sociale ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në të mësuar. Çfarë rëndësie kanë pasur këto projekte për ty? Atëherë, këto projekte kanë pasur një rëndësi të veçantë tek mua, sepse kanë nxitur mendimin kritik, kanë nxitur pjesën teknike tek mua. Unë jam marrë gjithmonë me pjesën teknike, me montimin e gjërave, me përgatitjen e imazheve, me hedhjen e punëve në këtë platformë, dhe më kanë ndihmuar dhe gjithashtu në punën me grup, sepse normalisht kur bën pjesë në një projekt, puna në grup është parësore. Po, gjithashtu të mëson edhe frymën e bashkëpunimit midis të tjerëve, po. Gjithashtu kemi menduar që këtë platformë ta integrojmë dhe tek gjimnazi ku unë jam tani, gjimnazi Temistokli Gërmenji, së bashku me drejtoreshën e kësaj shkolle, dhe jemi në fazat e para. Shumë suksese. Faleminderit. A ka ndonjë figurë nga bota e teknologjisë që ty të frymëzon? Po, ka një figurë që mua më frymëzon, është personazhi Elon Musk, i cili njihet shumë për fushën e inteligjencës artificiale dhe projekteve të tija që ai ndërmerr çdo vit, siç ishte edhe një projekt që ai kishte ndërmarr vitin e kaluar për energjinë e rinovueshme, por gjithashtu edhe për inteligjencën artificiale, siç ishte edhe Grok AI, të cilin ai integroi brenda aplikacionit të tij në rrjetin social X. Ku e sheh veten profesionalisht pas disa vitesh? Do merresh akoma me teknologji apo do shkosh në një drejtim tjetër? Pyetje interesante, nuk e kam menduar akoma, por mendoj që pse jo në të ardhmen profesioni im të jetë një diçka që ka lidhje me teknologjinë, sepse siç e dim teknologjia ndahet në shumë fusha, në programim, në inteligjencë artificiale së fundmi dhe cyber security, siguria kibernetike, gjithashtu ndahet në pjesë të ndryshme siç janë design thinking apo design, por nuk e kam menduar akoma, por mendoj që të jetë diçka që ka të bëjë me teknologjinë, dhe pse jo unë t'i vi në ndihmë komunitetit. Po. Edhe pse kohëve të fundit shumë shpesh është ai debati që teknologjia po i zëvendëson profesionet apo po hap më shumë dyer dhe kështu, por prap ngelet ka dhe nevojë për njerëz, absolutisht. Po, mendja humane është gjithmonë parësore, sepse inteligjencën artificiale komandon njerëzit, kështu që do duhet dhe një ekspert që në këtë fushë që të menaxhoj. Po. Si mendon të ardhmen e teknologjisë dhe të inovacionit në Shqipëri? Atëherë, të ardhmen e teknologjisë dhe të inovacionit në Shqipëri unë e shoh me mjaft optimizëm, duke u nisur nga vetë fakti që Shqipëria po ndërmerr shumë startupe dhe shumë indicie për pjesën e të rinjve dhe se si të rinjt të marrin pjesë në trajnime apo në kurse të ndryshme për sa i përket teknologjisë dhe inovacionit, mendoj që do të ketë një impakt pozitiv tek ta, duke u nisur dhe nga qyteti Korçës, që organizon në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës, që organizon mjaft projekte, shumë projekte që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, që kanë të bëjnë me programimin, që kanë të bëjnë me klubet ICT që janë duke nisur, do nisin së shpejti me shkollat në të gjithë qytetin tonë. Po.
Mendoj që ka një impakt pozitiv për vetë faktin se këto startupe do I vinë në ndihmë të rinjve që të mësojnë diçka të re dhe pse jo në të ardhmen të jetë profesioni I tyre. Çfarë këshille do I jepje të rinjve dhe moshatarëve që po na ndjekin nga ekrani? Atëherë, të rinjve apo moshatarëve që po na ndjekin nga ekrani, ju them se besoni tek vetja, merruni me pjesën e teknologjisë, sepse teknologjia është një mjet që ne do na duhet në të ardhmen, sepse siç po shohim inteligjenca artificiale, por dhe teknologjia në përgjithësi është duke na përfshirë të gjithë ne. Mendoj që pse jo të jetë profesioni I tyre në të ardhmen, duke u nisur nga këto startupe, duke implementuar më pas dhe në të ardhmen. Rigers, shumë faleminderit dhe të urojmë shumë suksese. Kjo ishte intervista tonë me të ftuarin special, Rigers Spai, një djalë 15 vjeçar nga Korça I cili ka pasion teknologjin. Shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio. Tani që kemi hedhur një sy mbi të tashmen, është koha të kthehemi pak pas në të shkuarën dhe të flasim për historinë e automobilëve. Historia e automobilit është një nga historitë më të rëndësishme të zhvillimit teknologjik në botë, sepse lidhet drejt për drejt me ndryshimin e mënyrës se si njerëzit lëvizin, punojnë dhe jetojnë. Para shpikjes së automobilit, transporti mbështetet kryesisht vetëm në kuaj, karroca dhe trena me avull. Revolucioni industrial krijoi kushte teknologjike për shpikjen e mjeteve të reja të lëvizjes, duke sjellë motorët me avull dhe më pas motorët me ligje të brendshme. Këto zhvillime hapën rrugën për krijimin e automjetit të parë praktik. Në fakt, automobili I parë ishte I konsideruar si makinë moderne, u ndërtua në vitin 1885 nga inxhinieri gjerman Karl Benz. Ai krijoi Benz Patent Motorwagen, një mjet me 3 rrota I pajisur me motor me benzinë. Kjo shpikje shënoi lindjen e industrisë së automobilëve sepse për herë të parë një mjet vetë lëvizës ishte praktik edhe për përdorimin në rrugë. Një rol shumë të rëndësishëm në suksesin e kësaj shpikjeje pati dhe bashkëshortja e tij, Bertha Benz, e cila realizoi udhëtimin e parë të gjatë me makinë, duke dëshmuar se automobili ishte I besueshëm por ashtu edhe I përdorshëm. Më kujtua edhe diçka këtu në lidhje me bashkëshorten, se për shembull dhe në atë kohë ishte normali që nuk kishte makina dhe këto që kemi sot, por është e çuditshme si një femër e testoi makinën, domethënë që të ishte besueshme dhe e lëvizshme, sepse kohë shumë më vonë kur dolën dhe makinat dhe automobilat e ndryshëm, femrat nuk shikoheshin si shofere ose ju ndaluan një moment që të ishin shofere dhe më pas edhe kur ju dha ajo mundësi kishte thjesht paragjykime. Që I shikonin që edhe në ditën e sotme janë ende këto paragjykime. Po deri diku janë, se thonë dhe e kam thënë re që për shembull dhe në aksidente të ndryshme, në momentin që shoferi është e gjinisë femërore, thonë që po femrat çfarë prisje, por faktikisht janë më të kujdesshme. Po. Në fillim të shekullit të 20, industria e automobilëve filloi të zhvillohej me shpejtësi, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Një figurë kyçe në këtë periudhë ishte Henry Ford, I cili revolucionizoi prodhimin e makinave duke futur linjën e montimit në fabrikat e tij. Me modelin e famshëm Model T, Ford arriti të bëjë automobilin të përballueshëm për shtresën e mesme, duke kthyer atë nga një luks për të pasurit në një mjet të zakonshëm transporti. Prodhimi masiv uli kostot dhe rriti ndjeshëm numrin e makinave në qarkullim, duke transformuar kështu ekonominë dhe shoqërinë amerikane. Dhe gjithashtu gjatë shekullit të 20, automobilet u përmirësuan vazhdimisht për nga siguria, për nga komoditeti, por normalisht edhe nga performanca. U shtuan elemente si frenat hidraulike, ripat e sigurimit, airbagët dhe sistemet elektronike të kontrollit. Industria automobilistike u bë një nga sektorët më të mëdhenj ekonomik në botë, duke ndikuar kështu në zhvillimin e infrastrukturës rrugore, ndërtimin e autostradave, si dhe rritjen e qyteteve periferike. Makina u bë simbol I lirisë personale dhe I pavarësisë, sidomos në kulturën amerikane, por dhe në atë europiane. Po dhe vite më vonë, pasi kanë erdhur në Shqipëri, kishte shumë pak makina dhe I kishin vetëm qeveritarët në lëvizje dhe ishte diçka shumë edhe e madhe për ne. Megjithatë, rritja e numrit të makinave solli dhe pasoja negative, siç janë ndotja e ajrit, aksidentet rrugore dhe varësia nga karburantet fosile.
Krizat e naftës në vitin 1970 e shtyn industrinë të kërkonte alternativa më ekonomike dhe më efikase. Në dekantat e fundit, fokusi është vendosur drejt makinave hibride dhe elektrike, të cilat synojnë të reduktojnë ndotjen dhe emitimin e gazrave serë. Ne shumë shpesh shohim që dhe kompani dhe marka të famshme të makinave po shkojnë më shumë drejt prodhimit elektrik të tyre sesa të lëndëve djegëse për shkak dhe të ndotjes, por ndoshta është edhe më pak e kushtueshme sesa lëndët djegëse. Dhe pikërisht, një prej këtyre kompanive që ka luajtur një rol të madh në epokën moderne të automobilëve elektrik është Tesla, e cila ka nxitur zhvillimin e teknologjive të reja të baterive dhe sistemeve autonome të drejtimit. Sot, industria po kalon një transformim të ri me zhvillimin e makinave vetëdrejtuese, inteligjencës artificiale dhe lidhjes digjitale të automjeteve me internetin. Në përfundim, historia e automobilit tregon se si një shpikje teknologjike mund të ndryshojë thellësisht shoqërinë njerëzore. Nga një mjet i thjesht me 3 rrota në fund të shekullit të 19, automobili është shndruar në një sistem kompleks teknologjik që kombinon mekanikën, elektronikën dhe inteligjencën artificiale. Zhvillimi i tij vazhdon edhe sonte duke premtuar një të ardhme me transport më të sigurt, më të pastër dhe më inteligjent. Por ne dim që teknologjia nuk është bërë vetë. Është ndërtuar, është menduar dhe është zhvilluar nga vetë njerëzit. Dhe pikërisht për të folur më tepër për këtë, vlen rubrika jon Personazhet e njohur. Imagjinoni një botë pa Google, një botë pa kërkime të menjëhershme, pa harta digjitale, pa Android në telefonin tënd. Sot do të flasim për njeriun që ndryshoi mënyrën se si njerëzimi e gjen informacionin. Larry Page. Ai nuk shpiku internetin, por ai e bëri internetin më të përdorshëm. Larry Page lindi më 26 mars 1973 në Michigan, SBA. U rit në një familje ku teknologjia ishte bërë pjesë e përditshmërisë, ku babai i tij ishte profesor i shkencave kompjuterike, ndërsa nëna e tij jepte mësime programimi. Në moshën 12 vjeçare, ai lexoi për shpiksin Nikola Tesla dhe tha se dëshironte të krijonte diçka që do të ndryshonte botën. Ai studioi inxhinieri kompjuterike në Universitetin e Michiganit dhe më pas vazhdoi doktoraturën në Universitetin Stanford. Në Stanford ndodhi momenti vendimtar. Aty u njoh me Sergey Brin. Fillimisht nuk shkonin shumë mirë bashkë, por shumë shpejt kuptuan se kishin vizion të përbashkët. Kjo është e lezetshme ta mendosh që në fillim nuk shkonin. U vëm miq. Dhe shpikëm diçka së bashku. Imagjino se mund të ishte bota pa Google vërtet. Po dhe nuk kanë shpikur diçka të vogël. Imagjino kanë shpikur Google-in. Se ne për çdo gjë që edhe nuk e dim edhe kështu, edhe njëri tjetrit i themi, po Googleoja. Kërkoja atje në Google. Imagjino mos e kishim çfarë do bënim. Sidomos që Google-i tani ka shtuar edhe inteligjencën e vet artificiale, Gemini, që në momentin që ti bën një kërkim në Google, opsioni i parë që të del nuk është si dilte më përpara një link që ti të hyje në një faqe, por të del një përshkrim, paragraf i shpjeguar me inteligjencë artificiale. Edhe mendoj se ndoshta është më mirë se edhe shumë njerëz nuk kanë kohë të hyjnë të kërkojnë nëpër linke të ndryshme informacionin ose përgjigjen që duan të marrin, por kanë direkt atje. Gati. Në vitet 90, interneti po shpërthente në rritje, por motorët e kërkimit ishin të dobët, dhe pikërisht në saj të kësaj, Larry Page pati një ide revolucionare. Po sikur, faqet e internetit të renditeshin sipas lidhjeve që merrnin me faqet e tjera. Ai e pa internetin si një sistem citimesh akademike. Kështu lindi algoritmi PageRank. Në vitin 1998, Larry Page dhe Sergey Brin themeluan Google në një garazh në Kaliforni. Dhe si shumë të tjera që kanë nisur nga një garazh, dhe Google i ka nisur në një garazh. Misioni i tyre ishte të organizojmë informacionin e botës dhe ta bëjmë atë universal dhe të dobishëm. Google u rit me shpejtësi të jashtëzakonshme, brenda pak vitesh u bë motori kryesor i kërkimit në botë, siç ngelet edhe sot, pavarësisht se ka dhe ndoshta faqe të tjera të cilët njerëzit mund të kërkojnë, siç është Mozilla, faqe të tjera, por Google i mbetet një më nga kryesorët dhe kam përshtypjen që do vazhdojë të ngelet për shumë gjatë. Larry Page nuk donte që Google të ishte vetëm motor kërkimi. Ai investoi në produkte që sot i përdorim çdo ditë, pra siç është
Gmail, Google Maps, Google Chrome, Google Docs, YouTube apo dhe Android. Vendimi për të bler Android në fakt ishte dhe një strategji e tij, sepse sot Android është dhe sistemi operativ më i përdorur në botë, duke fuqizuar miliarda pajisje. Por dhe jo vetëm, ne përdorim dhe shumë gjëra të tjera që kanë lidhje me Google-in, përveç si Google Photos, ku mund të ruajmë fotot. Dhe është një ndihmës shumë e madhe dhe për njerëzit sepse uaqen dhe këto USB-t, se dhe mund të digjeshin për të ruar fotot për shembull apo dokumente të ndryshme. Tani ke thjesht me email. Dhe gjithashtu për sa i përket Google Photos edhe mund të paguash që të shtoj vendin që do të kesh në telefon. Por në vitin 2015, Larry krijoi Alphabet Inc., kompaninë mëm që menaxhon Google si dhe projekte të tjera inovative. Kjo strukturë lejoi që kompania të investojë në projekte afatgjata dhe të guximshme. Larry Page ishte ndërdrejtuesit e parë që pa potencialin e madh të inteligjencës artificiale. Ai investoi në machine learning, përkthim automatik, kërkim me zë dhe asistent virtual. Dhe sipas tij, inteligjenca artificiale mund të zgjidhë probleme që njerëzit nuk mund t'i zgjidhin vetë dhe ka pasur të drejtë. Ai promovoi moonshot thinking, ideja që duhet të stënosh 10 herë më mirë, jo thjesht 10% përmirësim. Kjo filozofi çoi në makina autonome, në projekte për zgjatjen e jetës, si dhe në inovacione në energji dhe në shëndetësi. Gjithashtu, ndikimi i Larry Page është më i thellë dhe më kompleks. Pozitivisht, ai ka demokratizuar informacionin, mbështetur edukimin online, ndërtuar ekonominë digjitale dhe gjithashtu fuqizuar startupet dhe inovatorët. Por ndikimi Google ka ngritur edhe pyetje si çdo shpikje tjetër që kanë pasur ato pikpyetjet e veta nëse do funksionojë apo si do jetë vazhdimi i tij, dhe disa nga këto janë privatësia e të dhënave, monopolizimi i trengut dhe fuqia mbi informacionin global, sepse është edhe një ku dhe çdo kush mund të postojë gjithçka deri diku dhe ekzistojnë edhe këto dark web-et këto, por Google ndoshta i ka pak më nuk i lejon. Pak më të kyçura, si mund ta themi. Por privatësia e të dhënave në fakt ngelet, nuk e di, mendoj se është duhet të ketë pak më shumë, megjithëse tani kanë filluar dhe përmirësohet, sepse ka dalë edhe ato authenticator factor që duhet të vesh përveç passwordit dhe diçka tjetër që të aksesosh çdo gjë që ka lidhje me Google-in. Privatësia është një pikpyetje e madhe jo vetëm për Google-in, por për gjithë pajisjet teknologjike në përgjithësi. Këto debate në fakt e tregonin se sa e madhe është pesha e teknologjisë dhe që ai mundi të krijojë. Larry Page ishte një CEO i pazakontë. Ai e kishte fokusin tek inxhinieria, në vendimarrje me bazë të dhënash, në një strukturë të sheshtë organizative dhe pak interes për publicitet personal, prandaj dhe ne nuk e njohim emrin e tij në ato nivele që do duhet që ta njihnim, duke qenë se ka qenë krijuesi i vet Google-it. Ai ishte më shumë shpikës se sa një menaxher tradicional i ditëve të sotme. Në vitin 2019, ai u tërhoq nga roli i CEO-s së Alphabet, por mbetet një figurë me ndikim të madh në teknologji. Dhe imagjino ne përdorim Google-in çdo ditë dhe nuk e dim kush e ka krijuar. Nuk e dinim kush ishte. Larry Page ndryshoi mënyrën se si ne mësojmë, kërkojmë, komunikojmë, përdorim telefona dhe konsumojmë informacionin. Nëse shekulli 20 ishte epoka e industrializimit, shekulli 21 është epoka e informacionit dhe Larry Page është një nga arkitektët e saj. Nga një student doktorature në Stanford, në një nga njerëzit me ndikim më në historinë e internetit, historia e Larry Page na mëson se idetë e mëdha lindin nga kurioziteti. Inovacioni kërkon guxim dhe gjithashtu teknologjia kur përdoret drejt mund të ndryshojë botën. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme është, cila do të jetë ideja e radhës që do të ndryshojë botën? Dhe pikërisht kjo është një pyetje për të cilën ne thjesht duhet të presim t'ia lëm kohës për ta marrë përgjigjen. Po, sepse donjëherë duket nga që kemi çdo gjë kështu gati në kohët e sotme, se për shembull te Google-i ka qenë i shpikur para se të ishim ne. Domethënë ne brezi jon, po them se të tjerë dhe janë mësuar ndoshta edhe pa Google. Dhe na duket sikur është e pamundur të shpikësh tani diçka që mund të jetë aq inovative sa këto të tjerat, por që gjithçka është e mundur. Në një moment duket sikur nuk kam vend për shpikje. Po. Do që të mendosh diçka të re,
për të krijuar dhe nuk gjen dot diçka të re sepse të duket sikur çdo gjë është edhe si në farë kopimi diçkaje që është bërë dhe ndoshta nuk do ketë aq shumë funksion, por gjithsesi ndoshta del një mendje shumë e ndritur dhe shpik diçka tjetër. Dhe pikërisht është momenti të kalojmë në kuriozitete teknologjike, në ana pak humoristike e teknologjisë. A dini se 90% e monedhave fizike përmbajnë bakër. Edhe pse duket si detaj i vogël, teknologjia e përpunimit të metaleve ka qenë baza për zhvillimin e elektronikës moderne. Ne po flisim deri tani për Google-in, por një kuriozitet interesant për Google-in është se dikur Google përdorte dhi për të kositur barjen. Në stelin e Google, në vend të makinave të kositjes, u përdorën dhi për të ulur ndotjen dhe zhurmën. Teknologji kjo e avancuar me zgjidhje natyrore. Do me thënë edhe krijim që kërkon energji dhe konsum dhe kështu, dhe prap nga ana tjetër ka diçka që është natyrore dhe nuk shpenzon shumë energji. Më duket se ishin rreth 200 dhi në stelin e Google-it. Nuk e kam shumë informacion të sigurt, por këtë kam dëgjuar që ishin rreth 200 dhi që është shumë interesante. Të përfshim edhe natyrën, pse jo? Inteligjenca artificiale krijoi një pikturë që u shit për $4.332.000. Në vitin 2018, një vepër arti i krijuar me algoritëm nga inteligjenca artificiale u shit në ankan nga Kristis. Ne dukemi që jemi kundër kësaj. Po, domethënë duket që nga mënyra se si e thash. Se e thash kështu si jo shumë e lumtur, por mendoj që piktura që krijohet nga njeriu nuk e di, ka vlerë shumë të madhe sepse janë dhe ndjesitë që të jep. Po. 95% e të dhënave të botës janë krijuar pas vitit 2010. Shpërthimi i rrjeteve sociale, cloudit dhe videove ka prodhuar më shumë të dhëna se gjithë historia e njerëzore para tyre. Dhe ne mund ta dim dhe mund ta njohim të gjithë robotin Sofia, dhe kemi dëgjuar shumë shpesh atë, por ishte roboti i parë që mori shtetësi. Në vitin 2017, roboti Sofia mori shtetësi nga Arabia Saudite, një moment historik për robotikën, pra se ne shikojmë njerëzit që mezi e marrin shtetësin, jo më një robot. A dini që superkompjuteri që parashikon të ardhmen e motit në sekonda, quhet superkompjuteri si Frontier, kryen miliona dhe triliona operacione në sekond. Më shumë llogaritje në një sekond se sa një njeri gjatë gjithë jetës së tij. Dhe prandaj duhet ju besojmë parashikimit të motit. Ai di se telefoni yt është më i fuqishëm se kompjuteri që çoi njerëzit në hënë. Kompjuteri i misionit Apollo 11 kishte më pak fuqi se sa një orë inteligjente moderne që njohim sot. Dhe ndoshta është deri diku e vërtetë sepse teknologjia ka avancuar dhe normale që është më e fuqishme. A e dini se çdo video që jeni duke parë jeton me qendra gjigande të dhënave? Platforma si YouTube ruhen në servera masiv që konsumojnë sasi të mëdha energjie, disa sa qytete të vogla. Imagjinon dot? Korçën. Ekziston një buton veç shkatërrimi për internetin. Në vitin 2007, ICANN testoi një çelë sigurie që mund të rindiste sistemin global të DNS-n në rast sulmi masiv kibernetik. Praktikisht ekziston një procedurë emergjente për të rifilluar zemrën e internetit. Megjithatë ne kemi përmendur që interneti nuk mund të thiket plotësisht me një buton sepse kemi parë edhe që kabullat janë në për oqeane dhe dete dhe kështu që është ndoshta pak i pamundur, po mos u tremni. A e dinit se deepfake-et janë aq reale sa tashmë po sfidojnë dhe ligjin. Teknologjitë e gjenerimit të videove me AI po krijojnë video aq bindse sa qeveritë po përgatisin ligje të reja për t'i kontrolluar. Do arrin në pikë që edhe nëpër komisariate, në polici, nuk do mund të përdorësh dot video ose foto si prova sepse mund të merren si të krijuar nga inteligjenca artificiale. Po, në fakt është e frikshme në mënyrën se si po bëhet dhe madje ti nuk e dallon dot as nga realiteti. Dhe madje sot në mëngjes pash madje edhe një TikTok që ishte një person i famshëm në Amerikë dhe e kishte marrë një intervistë djali i saj, ishte një aktore famshme dhe i tha që ishte pyetja që ti dallon dot inteligjencën artificiale nga një video që është reale. Dhe ajo i tha që po e dalloj dhe ai i tha po videon që të tregova unë me rakun që kërcenin ti nuk e dallon me dom.
Edhe kështu që po bëhet shumë më e frikshme E dhe nuk mund të padallueshme. dallohet, po. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne dhe të na ndiqni edhe në episodet e tjera. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.